Prima limitare pe care o avem este o limitare. Kufizimi I parë që kemi është ai ligjor, pasi nuk mund të veprojmë në një mënyrë që përredha të shkel hapësirën ajrore të një vendi fqinj. Ne e dim që Ukraina është në luftë, por Rumania ndodhet në një situatë tjetër dhe nuk mund të lëshojmë një përredh që mund të hyjë në hapësirën ajrore ukrainase. Për të angazhuar një objektiv ajror nevojitet kohë për zbulimin, identifikimin, klasifikimin, marrjen e vendimit luftarak dhe ndërhyrjen. Koha që kishim në dispozicion vetëm 4 minuta ishte jashtëzakonisht e shkurtër. Ne kemi një sistem që garanton mbikëqyrjen e hapësirës ajrore të Rumanisë dhe të zonave përreth, brenda kufijve teknik dhe rrezës së mbulimit të radarëve. Sistemet e mbikëqyrjes funksionojnë mirë. Sistemet tona toksore të mbrojtjes ajrore janë projektuar dhe ndërtuar përpara vitit 2023, para se të niste kjo luftë me dron. Për këtë arsye ekziston një angazhim I vazhdueshëm për të përmirësuar kapacitetet e zbulimit dhe neutralizimit të këtyre kërcënimeve. Në kuadër të programit SAFE janë përfshirë 2 kapacitete të tilla, sistemet Skynex dhe Sky Ranger. Unë dhe të gjithë vartësit e mi veprojmë brenda kufive të dispozitave ligjore në fuqi në Rumani. Înainte de